kemi Fatime Kryemadhin, e cila nuk është prezent, gjithashtu nuk është prezent Piro Xhixho. Në lidhje me më falni se nuk u relatuan, në lidhje me Fatime Kryemadhin, ka djeni, pasi gjykata ka urdhëruar njoftimin nëpërmjet policisë gjyqësore. Dhe rezulton do në ekzekutim të urdhërimit të gjykatës është shkresa numër 3553 aksion protokollit, datë 11/5/2026 i Komisariatit Policisë nr. 1 kundër të tjera bëhet me dije se shtetësja Fatime Kryemadhi është njoftuar për të paraqitur në orën dhe datën e caktuar pas të lidhur vletira numër 106 regjistrit tërhetar por firmosur për marrjen e djemit dhe ka firmosur në datë 9/5/2026 personalisht Fatime Kryemadhi dhe specialisti i zonës Nazmin Kareci. Po, lirojmë atër. Atër përgjëshin se pandehuri zonja Fatime Kryemadhi dhe zonja Piro Xhixho kanë djeni regullisht për krahun të orën e seancës, përgjëshin se ata vullnetarisht kanë zgjedhur të mos paraqiten në këtë seancë dhe të përfaqësohen në ndërsa sekretariat se kanë prezente në seancë për ndihmë. Ne do të gjykata bazohen në përshëndetjen e prokurorit penal dhe shërimin e këtij fakti të Po, një moment para se shpilloj, mos Fariza që është mos është e miku? Jo. Është asistente e gjykatës. Po mund të bëjë Studente, nafe. Atëherë jemi bërë të tjerë në këtë moment? Këtë moment për legjitimimin e faktit? Vendim gjykata bazuar në nenjen 351/3 Kodit Procedurës Penale, në kushtet kur, në seancën sotme gjyqësore nuk janë prezent të pandehuri Fatime Kryemadhi dhe Piro Xhixho, për cilët konfirmohet parsja djeni për të parën në lidhje me në ana e policisë gjyqësore, ku konfirmohet që ka marrë djeni për seancën e sotme gjyqësore dhe ka nështruar. Ndërkohë Piro Xhixho nga prezenca e tij në seancën e parsë gjyqësore, gjykata e zhvillon këtë seancë gjyqësore në mungesë të tyre, duke i konsideruar të pranishëm për sa kohë interesat mbrohen për Fatime Kryemadhi nga avokati Esmeralda Ndërgjoni Rama dhe për Piro Xhixho nga avokati Sokol Mërgjesi. Po. Ndërkohë media të lutem. Problemi është që media do ta ndërprisni këtë media. Media do pritet. Media do pritet sepse kemi gazetarët, ju adhura me dije dhe në seancën. Nuk është ose do të vini sepse media do ta transmetojë. Gazetarët janë në seancë. Të drejtë, asnjë drejtore që ju duhet të daloni media të pengoni për transmetimin live. Nuk keni as bazë ligjore, as bazë ligjore që të ndërprisni transmetimin live të media. Ne kemi të bazë. Do të prisni përsëri, po ndërhyrë gjykata